Stabilitetin fe është gjëja më e vështirë për të arritë. Don vazhdimsi dhe nuk don ngjyrosje që njëri një kohë të jetë stabil, adhurues dhe një kohë tjetër të jetë si do vetë. Allah Azza wa Jalla në Kur'an thot: "Hel tu'minuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd." Apo besoni një pjesë librit e po mohoni një pjesë tjetër. Ibn Abbas kur e komentoi këtë hadith është apo praktikoni fen në topa caktune dhe në topa caktune për lene, ndaj kërkon vazhdimsi. Po ashtu mos vazhdimësia në adhurime, në praktikimin e fesë, është lidhur rrënjësisht me sinqeritetin. Nuk ka mundësi një njeri që është i sinqert me qenë jo i vazhdueshëm në adhurim. Pasi që Allah Azza wa Jalla nëpërmjet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam duke urdhëruar atë na mëson se do të jemi adhurues deri në momentin e vdekjes. Siç i thoshte: "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin." Adhuro Allahun deri sa të vijë vdekja. Ndaj kërkohet prej secilit besimtar që adhurimin ta bëj në vazhdimsi. Apo siç thoshte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Inna Allah yuhibbu a'mal wa in qalla adwamuha wa in qalla." Allah i don disa vepra që janë vazhdueshme edhe nëse janë të vogla. Vazhdimshmëria në fe është shaj e stabilitetit, shaj e sinqeritetit dhe shaj e përkushtimit. Dhe mos vazhdimshmëria ngjason me atë person që Allah Azza wa Jalla tregon për ta. Për një lloj kategori njerëzve që ya'budun Allah ala al-harf, adhurojnë Allahun sa për interes. Nëse i godet në ndonjë e mirë, ata qetësohen, e nëse i godet në ndonjë e keqe, ata rebelohen. Apo sikur një pjesë e njerëzve që kur ishin ndeti dhe valë të razoheshin, adhuronin Allahun dhe posa dilnin në tokë, bënin kufër dhe harronin Zotin. Kështu ngjason në vëllai bujarë gjendja e disa njerëzve sot kur rrugtojnë me aeroplan apo anije. Gjatë periudhës që gjenden atë, dëgjojmë shpesh duke u lutur, veçanërisht kur ka ndonjë turbulencë apo ndonjë valë e madhe që destabilizon anijen. I gjejmë duke u lutur, duke u përkushtuar. Po posa të zbresën tokë, sigur se e ka një siguri që e harrojnë mirësinë e Zotit Dhul Xhelal dhe harrojnë gjendjen që ishin paraprakisht. Ndaj besimtari nuk ngjason me atë lloj njeri i cili afrohet tek dikush derisa ta merr atë që synon dhe posa ta merr largohet prej tij. Ky është shembulli më i keq. Shembulli njerëzve që i dojnë tjerët për interes. Nëse kënë raport me njerëz është e keqe. Nëse dikush nuk më ne paramenon që dikush ta don vetëm për t'i arritë qëllimit e tij. Çfarë në mërmendje si qëndron kjo karshi Allahut Azza wa Jalla. Edhe duke ditë këto se Allah e din brendësinë tonë, e din se a do t'jemi në vazhdim adhurues apo do t'jemi mohues. Edhe e din të ardhmen sikur se tashme në të kalunen. Ndaj gjithë kjo na bën që me pas kujdes për kësaj gjendje. E lutoj Zotin të na vëdësoj.